بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, shpërblyer. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshahu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Përshëndetjen e paqes, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Muhamedi nuk është babai e askujt prej burrave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetëve, dhe Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Ajeti 40 i surës Ahzab. Askush nuk ka personalitet më të lartë se ai i burrit më të madh e më të përkryer se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në të gjitha kohët, nuk është dukur si ky personalitet i lartë, i cili bëri ndryshime rrënjësore e të gjëra në historinë e njerëzimit. Qytetërimi që solli profeti vazhdon të ushqejë mbar botën me njohje dhe dije për shekuj të tërë dhe do të vazhdojë deri në fund të kësaj bote. Pikërisht, për këtë arsye, figura e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk përfaqëson vetëm një personalitet historik apo fetar, por kulmin e përsosmërisë njerëzore në të gjitha dimensionet e saj. Ai ishte modeli i gjallë i shpalljes hynore, ku Kurani nuk mbeti vetëm tekst i lexuar, por u shndrua në moral të mishëruar, drejtësi të jetuar dhe mëshirë të prekshme për njerëzit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në rubrikën e Kuranit për ditën e sotme, të ju ftoja të ndiqnim së bashku pesa ajetet e para të surës Xhuma. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Allahun e përlëvdon gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plotfuqishmi dhe i urti. Është ai që u solli analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe udhësinë, ndonë se ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë. Ai do t'a dërgojë atë edhe tek të tjerë, musliman nga ata, të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i plotfuqishmi dhe i urti. Kjo është dëshmia e Allahut. Ai ja jep atë kujt të dojë dhe Allahu zotëron dhunti të madhe. Shembulli i atyre që ju besua Teurati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shembullon gomarit që vetëm sa i mbart librat. Sa i keq është shembulli i atyre që mohojnë shpalljet e Allahut. Allahu nuk i udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu i Madhëruar e dinte se ku do ta dërgonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E dinte sfidën që e priste profeti Muhammed në ato kohë. Por ajo kohë ishte aq e errët sa që kishte nevojë për një dritë, kishte nevojë për një udhëzim, kishte nevojë për një person i cili me butësinë dhe hijeshinë e tij t'i ftonte njerëzit të largoheshin nga errësira dhe t'u ofronin dritës. Prandaj, ai u bë busulla e përhershme e njerëzimit, një shembull që nuk zbehet me kalimin e kohës, por që sa më shumë studiohet, aq më shumë zbulohet thellësia e misionit të tij hynor. Dr. Michael Hart,
profesori matematikës, astronomisë dhe fizikës në Universitetin Amerikan, si dhe specialist në grupin kozmik Amerikan, thot: "E zgjudha Muhammedin të parin në listë dhe shumë njerëz kanë të drejtë të çuditen me këtë zgjedhje. Mirëpo, Muhammedi është njeriu i vetëm në histori i cili korri sukses të plot, qoftë nga ana fetare, ashtu dhe nga ajo jetësore. Ai i ftoi në Islam dhe e përhapi atë si një ndër fetë më madhështore. Ai ishte udhëheqës politik, ushtarak dhe mbi të gjitha fetar. Pas kalimit të 13 shekulve nga vdekja e tij, gjumat dhe ndikimet e Muhammedit vazhdojnë të jenë të forta dhe ringjallëse." Kështu shkruan profesori, doktori Michael Hart në librin dhe në rubrikën e tij. Madhështia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duket shumë qartë në ndryshimin e madh që bëri ai në gadishullin arabik, duke e nxjerrë atë nga skëterrat e ignorancës dhe paganizmit dhe i shndroi në dritën e monoteizmit. Sipas transmetimeve të ndryshme islame, data e muajit 27 Shaban, 27 Rajab, është dita e zbritjes së kurorës së profetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, mab'athun nabi, pra zbritja e kurorës së profetësisë, më 27 Rajab, pra në të vitit hijrit, të cilin Allahu e ka dërguar këtë të dërguar për gjithë njerëzimin. Gjithashtu në disa transmetime të tjera, thuhet se në këtë datë ka ndodhur ndodhia madhështore e Isras dhe Mirajit. Këtë ndodhi e përmend dhe Kurani i Shenjtë, pikërisht në surën Isra në ajetin e parë, ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. I lavdëruar qoftë ai që e mbarti robin e tij Muhammedin natën nga xhamia e shenjtë në Mekë në xhamin e largët të Jeruzalemit, rrethinën e së cilës e kemi bekuar për t'i treguar atij disa nga mrekullitë tona. Ai, me të vërtet, dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Sido që të jetë situata, të dyja këto ndodhi janë madhështore dhe kanë lidhje me njeriu madhështor, me vetë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai jetoi, ai transmetoi dhe ai i udhëzoi njerëzit që të besojnë në fjalën e Allahut xhaleshanuhu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Allahu e dërgoi atë profetin Muhammed kur njerëzit ishin në humbje e në çoroditje, të zhytur në përçarje e në shkatërim, të magjepsur me unin dhe me lakmin. Dhe profeti porositi shumë dhe udhëhoqi rrugën duke i ftuar me urtësi e këshill të mirë. Të qenit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dërguari për mbar njerëzimin, e dëshmon mrekullia e tij e përjetshme, Kurani fisnik. Përderisa kjo shpallje është për mbar njerëzimin, atëherë ai nuk është sjellësi, sqaruesi dhe përcjellësi i saj udhëheqës pikërisht për mbar njerëzimin. Në Kur'an ka disa ajete që flasin qartazi për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si dërguari i tij i Allahut xhaleshanuhu për mbar njerëzit dhe jo vetëm për një popull të saktuar. Siç është ajeti 185 i surës Bekara, kemi ajetin 41 të surës Zumer, kemi ajetin 170 të surës Nisa dhe ajetin 174 pikërisht të kësaj sureje. Kemi dy ajete të surës Yunus, 57 dhe 108 e shumë të tjera. Po citojmë një pjesë të tyre. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj o Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O njerëz, unë jam i dërguar i Allahut për të gjithë ju, i atij që i përket sundimi i qiellve dhe i tokës. Nuk ka zot tjetër të vërtetë veç atij. Ai jep jetë dhe vdekje. Prandaj besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij, profetin që nuk di shkrim e lexim, e që beson në Allahun dhe fjalët e tij. Shkoni pas tij që të jeni në rrugën e drejtë. Ajeti 158 i surës Araf. Në një transmetim të ardhur nga Imam Hasani paqja qoftë mbi ta, i cili flet për shkakun e zbritjes së këtij ajeti, thuhet: Disa jahudinj shkuan te profeti Muhammed dhe i thanë: O Muhammed,
ti je ai që thua se je i dërguari i Allahut dhe të është shpallur shpallja njësoj si Musait të birit e Imranit, profeti heshti për pak kohë, pastaj tha, po, unë jam zotëria i bijve të Ademit dhe nuk e the për mburje. Unë jam vula e profetëve, udhëheqësi i të devotshmëve dhe i dërguari i Zotit i të dy botëve. Ata e pyetën përsëri, për kë je i dërguar? Për arabët, për jo arabët, apo për ne? Atëherë, Allahu zbriti ajetin e mëparshëm që sqaron se ai është i dërguari për mbar njerëzimin. Ajeti 158 është i surës Araf. Ajeti nis, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o njerëz, unë jam i dërguari i Allahut për të gjithë ju. U drejtohet kështu të gjithë njerëzve, të çdo kohe dhe çdo vendi, të çdo kombi e çdo race, të çdo kombësie, të çfarë lloj ngjyre qofshin ato, pa dallim race e ngjyre. Për ata që ishin të pranishëm dhe për ato që nuk ishin të pranishëm gjatë kohës së zbritjes së këtij ajeti. Prandaj, ky është ajeti i ardhur dhe i zbritur nga ana Allahu xhelel shanhu që të gjithë njerëzit ta ndjekin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu e dërgoi atë për mbar njerëzimin. Padyshim që ky është edhe dallimi i profetit Muhammed nga profetët e tjerë. Allahu nuk pati dërguar më parë asnjë profet për mbar njerëzimin dhe përveç profetit Muhammed nuk do të ketë profet tjetër pas tij. Më pas, ajeti tjetër i cili citon pra që profeti Muhammed ka ardhur për mbar njerëzimin është ajeti i parë i surës Furkan, ku thuhet: I lartësuar qoftë ai që i ka zbritur dalluesin robit të vet, që të jetë paralajmërues për botën. Në këtë ajet, Allahu i madhëruar e ka cilësuar profetin Muhammed rob të tij. Në të vërtetë, ky është medaljon nderi, sepse për profetin që të jetë profeti dhe robi i Allahut dhe jo rob i vetes së tij. Ai kanë qenë sundues dhe kontrollues i vetes në çdo moment. Ai që me të vërtetë është rob i Allahut, ai është sundues dhe kontrollues i vetes në çdo moment qoftë ai. I tillë ishte dhe profeti Muhammed, dhe për këtë ju shpall dalluesi, pra flitet për Kur'anin, dhe për këtë është dhe paralajmërues për të gjitha botat. Të qenit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rob i Allahut dhe paralajmërues për botët, tregon se ky profet nuk ka qenë i veçantë për një popull, apo për një racë, apo për një vend të caktuar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i pastër nga damarët e racizmit dhe fanatizmit verbues. Ai qëndron mbi arabizmin e jo arabizmin. Ai ka thënë, nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit përveç se nëpërmjet devotshmërisë. Në Kur'an nuk lexojmë që Allahu ta ketë cilësuar profetin si arab, por e ka cilësuar si rob dhe të dërguar të Allahut. Është e ditur që profeti Musa dhe profeti Isa, paqja qoftë mbi ta, ishin prej bijve të Izraelit, mirëpo në Kur'an nuk gjejmë që ata të cilësohen si Izraelit. Gjithashtu, as profeti Nuh nuk cilësohet në Kur'anin e shenjtë si Sirianit. Kjo për faktin se profetët janë më të lartët, më fisnikët që nuk kufizohen nga kombësia, vendi apo krahina. Padyshim që edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte njeri, siç thotë Kurani, thuaj, unë jam njeri si ju. Dhe u dërgua veçse për shpëtimin e njerëzimit dhe nxjerrjen e tyre nga errësira në drejtë. Më falni, shariati i këtij të dërguari është për të gjithë njerëzit dhe nuk është i veçantë për një kohë të caktuar. Shariati i tij nuk është as lindor, as perëndimor, por është mbar botëror. Ajeti tjetër i cili citon se profeti Muhammed është për mbar njerëzimin është ajeti 19 i surës An'am, ku thuhet: "Ky Kur'an më është shpallur në mënyrë që nëpërmjet tij t'ju tërheq vërejtjen juve dhe kujdo që i përcillet." Ajeti 19 i surës An'am. Pra ky Kur'an të nderuar dëgjues dhe shikues, që nuk mund të jetë krijimtari e mendjes njerëzore. Ky Kur'an, i cili përmban dëshmi të shumta rreth mrekullisë së tij,
sepse vetë fjalët e tij janë mrekulli dhe kuptimet e tij janë mrekulli në vetvete. Ky Kur'an që sqaron çdo gjë për ne në ditën e sotme, është i përhershëm deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ai është libri i Allahut dhe dëshmuesi i profecisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet, pra ajeti ajeti 19 i surës An'am, konstaton se profeti Muhammed është dërguar për të gjithë ata që u mbërrin Kur'ani. Kjo përfshin të gjithë njerëzit deri në ditën e fundit që do të kenë në këtë botë. Në disa hadithe lexojmë se kuptimi i përcjelljes së Kur'anit nuk është vetëm me mbërritjen e tekstit origjinal tek njerëzit, por ky kuptim përfshin dhe përkthimin e tij në gjuhën e popujve. E kam pyetur Imam Sadikun paqja qoftë mbi të për kuptimin e këtij ajeti, dhe ai është përgjigjur si më poshtë. Me të gjithë gjuhat, pra ky Kur'an është për të gjithë njerëzit, si në gjuhën arabe, ashtu edhe në gjuhat e tjera të gjithë botës. Ajeti tjetër i cili na tregon që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i mbar njerëzimit, është vula e profetëve, është profeti i të gjithë ummetit i cili kërkon që të shpëtojë në këtë botë dhe në botën tjetër sidomos. Ku thuhet Bismillahirrahmanirrahim. Në të dërguarin e Allahut, ne të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si sjellës së lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë njerëzimin, por shumica e njerëzve nuk e din. Ky ajet flet pra për përgjithësinë e mesazhit të profetit dhe të qenurit e tij profet për të gjithë njerëzit. Në një hadith të transmetuar nga Ibn Abbasi, të cilin e përmendin komentuesit për këtë ajet, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më janë dhënë 5 dhe nuk e them për krenari. Jam dërguar për të kuqt dhe të zënjtë. Toka më është bërë mua vend pastrimi dhe vend faljeje. Dhe më është dhënë shefaati që do ta zbatoj për ummetin tim në ditën e Kiametit. Qofshin për atyre të cilat fitojnë ndërmjetësimin e këtij të dërguari, inshallah në botën tjetër." Allahu thot në surën Anbiya në ajetin 107: "Dhe ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed veçse si mëshirë për botët." Dhe ky ajet e dëshmon dhe forcën dhe e përforcon akoma dhe më shumë të qenurit e profetit si bekim për mbar njerëzimin dhe si mëshirë për të gjithë këtë ummet. Dihet se mëshira është prej cilësive të Allahut dhe përfshin çdo gjë në këtë botë. Ky cilësi me profetit me cilësinë e mëshirës padyshim që është argumentues se ai është më i larti dhe më fisniku i profetëve. Mëshira e tij në këtë jetë përfshin të gjithë njerëzit, besimtar dhe jo besimtar. Dhe kjo për faktin se ai solli dhe përhapi fen shpëtuese pikërisht përpara njeriu, përpara njerëzimit. Pa ai që do të shpëtojë, le t'i kthehet këtij syneti, kësaj tradite profetike që na mëson se si ne të sillemi, si ne të ecim në shoqërinë, si ne të avancojmë me veten tonë, si nga ana fetare ashtu dhe nga ana sociale e shumë të tjera. Kjo është njësoj, sikur të ndërtohet një spital i pajisur me të gjitha aparaturat për shërimin e sëmundjeve të ndryshme dhe në të ka doktor, specialist dhe të aftë. Ka ilaçe të ndryshme dhe dyert e këtij spitali janë të hapura për të gjithë njerëzit pa dallim race dhe kombësie. Vallë, a nuk është ky spital mëshirë pikërisht për të gjithë njerëzit? Nëse disa njerëz nuk shkon në të për shkak të kokëforcisë të tyre, kjo nuk ndikon në të qenurit e këtij spitali i përgjithshëm për të gjithë njerëzit. Kështu ishte dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fraza në Kur'an lil alamin për të gjithë botët ka kuptim të gjerë dhe i përfshin të gjithë njerëzit në çdo kohë dhe në çdo vend qofshin ato. Ky ajet tregon dhe argumenton se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është mëshirë dhe model për të gjithë njerëzit deri në ditën e Kiametit. Në tafsirin e Kurtubiyut thuhet se kuptimi i thënies së Allahut në këtë ajet lil alamin, pra për botët, është për njerëzit dhe për gjindat, sepse profeti ka qenë i dërguar dhe paralajmërues për njerëzit, pa ashtu dhe për gjindat. Ai është vula e profetëve dhe mesazhi i tij është për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë botën.
Në këtë jetë të mbushur të nderuar dëgjues dhe shikues me shturje, me devijime nga të gjitha anët. Në këtë jetë ku njerëzit janë të ngjytur në pavëmendshmëri, në padrejtësi dhe degenerim moral, dhe në pamosëmiri kuptimi të qendrit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si më shqip për botët. Shpirti tashmë nga gjithë kjo errësirë në ditët e sotme ka nevojë të kapet me një burim të kthjellët. Ka nevojë të kapet me një fjalë të mirë, të butë, që ja gëzon shpirtin, që ja qetëson zemrën nga brenga dhe që e largon nga kjo botë e errët. Pikërisht kjo është rruga e profetit. Rruga e tij është rruga e Allahut xhaleshanhu. Është udhëzimi drejt mosëmirës, është udhëzimi drejt shpëtimit për ne dhe arritjes së përsosmërisë dhe devotshmërisë, inshallah. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet, dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. Ajeti 85 i surës Ali Imran. Dhe Allahu thot, Allahu është ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhërofimin dhe fenë e së vërtetës për ta ngritur atë më lart se të gjitha fetë. Edhe nëse nuk e pëlqejnë idhujtarët. Ajeti 9 i surës Saf. Pra në Kuranin famullar, që është mrekullia e përjetshme e Allahut për profetin Muhammed, lexojmë se profeti Isa ka lajmëruar ardhjen pikërisht të këtij të dërguarit të profetit Muhammed, ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Kujto kur Isai, i biri i Merjemes, tha: O bijtë e Izraelit, unë jam i dërguari i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur prej meje dhe për t'ju sjellë lajmin e gëzueshëm për një të dërguar, emri i të cilit është Ahmed, që do të vijë pas meja. Por kur ai u solli atyre shenja të qarta, ata thanë: kjo është magji e hapur. Ajeti i 6 i surës Saf. Një tjetër argument të nderuar dëgjues dhe shikues që tregon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është udhëheqës për mbar njerëzinë, është edhe mbajtja e hutbes së lamtëmirës. Nga fillimi e deri në fund të kësaj hutbeje, profeti ka cituar vetëm shprehjen: O ju njerëz, pra i drejtohet të gjithë njerëzve. Drejtohet të gjithë njerëzve pa dallim, feje, race, kombe, e shumë të tjera. Dhe nuk i drejtohet vetëm muslimanëve ose besimtarëve me termin o ju musliman ose o ju besimtar. Dhe profeti pikërisht në këtë momente tregon që ai ka qenë i vëmendshëm në atë çfarë ka thënë dhe ai udhëzimin e tij e ka sjell për mbar njerëzimin. Ai është drejtë e pashuar. Ai është udhëzimi ynë në këtë botë dhe feneri ndriçues për zemrat tona për të gjetur udhëzimin. Sa herë ne bijem në kthetrat e kësaj errësire të kësaj bote, të kapemi pas fjalës së Allahut, pas të dërguarit të tij, e hibetit të këtij të dërguarit të tij, dhe inshallah Allahu na mbarsoft në çdo hap që ne hedhim inshallah. Në këto data të shënuara të nderuar dëgjues dhe shikues, ne duhet të bëjmë llogari të vetëve tona. Dhe të themi: a jemi me të vërtet ne në gjuhën e profetit Muhammed? Sa i pranishëm është profeti Muhammed në jetën dhe zemrat tona? Sa sillemi ne ashtu siç don profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? A ndriçohemi ne nga drita e tij e pashuar? A jemi të veshur ne me moralin dhe virtytin e tij? Dhe në këto ditë, sigurisht që në çdo ditë dhe në çdo moment të jetës tonë, dhe jo vetëm në ditë të caktuara ta përkujtojmë këtë të dërguar, por të jemi në të ecit në gjuhën e tij, sa të kemi frymë në këtë jetë dhe të mundohemi që të përhapim fenë e pastë të Islamit që profeti u mundua që ta përhapte tek ummeti në atë kohë dhe përhapi, sepse ajo gjendet e gjallë deri në ditët e sotme, dhe ta vazhdojmë këtë flamur të kësaj feje të ngritur lart dhe të mos shkëputemi nga kjo rrugë e drejtë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.